Për shëndetje mi së dashur, mirë se veni të Angele në Diaspora Flet. Shkojnë në vizën e radhës, patarica e Shqiptaqit. Besoj me që e dini ku ne e thëmë. Për ata që e din mirë, për ata që nuk e din, po ja të regoj, është Behrami, Artan Behrami. Që kjo e mlon marrën e vetë që e ka, e mlon me lesh ftyres. Se kjo është një pikë marrë tipën të apost. Se del rran, para televizioni, para popli, e i thot njeri po rran e skuqet, veç këta ki me gjithë. Pse po thëmë kështu miq, të ndëgjojmë vidin, e të diskutojmë së bashku, të qyrëm akom drejtën a jo. Shkojnë a miq. Pas kur ide të dalës, nuk ka pas kur ide të se do të për të nda Kosovën ose për... Me zë në figurë, Edi Rama... Që çfarë rranë që është miq, ashtë i qare të mënume në rajt neve, që nuk ka pas mendim, Hashim Thaçi, qëllim, mendim apo qëllim me nda Kosovën. Kuna po mënohet me ashit miq nuk e di, po mos e ka mundu vallë këtë qumë këti vita, sepse për ndryshe për bes s'ka mësi. E që bërma ki ka pi shumë, ja ka përzi trunin, kaplat në tru. E tash ju ka po këtë rafsh, se ka problem hiq absolut, as i qare. Deli gënjen, ren. Shkuna miq. Artan, me zëllën në figurë, Edi Rama, se kemi debatuar bashkë shpesh herë edhe në Prishtinë dhe jashtë studive, me zëllën në figurë. Që në miq, ashtë i qare i thot, ja shpjegon, me datë, me minut, me studio, 100 peka, edhe kjo thot jo. Po në gore të qimë pse thot jo, atë shkajnë ato. Edi Rama jo, vetëm se ka thënë ka një projekt, por është një shansë që na vjen një herë në 30 vjet. Edhe me zëllën në figurë, Edi Rama nuk e mohuar kur faktin se në shtëpinë e presidentit Thaçi Në shtëpinë e presidentit Thaçi, ish presidentit në atë kohë, u shku Edi Rama, kanë bisedue për me nda Kosovën. Llogarit një men, miq, llogarit një ku ka shkue mendimi i tyre, çka kanë dash me bo, ideja tyne, çka ata kanë dash me bo miq të dashur. Kush? Një kryeminist i Shqipërisë, me një prezident Kosovës, me bo tokën sallat. Ja pra miq të dashur, kjo është harta që thë Albin Kurti. O shqiptarët e mi të dashur, kuptonin një herë për gjithmonë që Hashim Thaçi ka dasht me jakojt në nonën Kosovës. PDK-ja komplet, se këta se kanë gjithmonë kanë përkra. PDK-ja, AK-ja, po në këtë fjallë, në këtë rast po flasëm për PDK-n. Llogarit e pe Shqipërisë, me shku, për shta kishkone shenë në Burg, e vizitën në Burg atje. Se ata i kanë ata me vlanë e tyre, Vučićin. I kanë bua ata marrveshët. S'kanë qare pa shku me marrveshët. Se ky shkon të Thaçi, ky shkon të Vučići, edhe i merë pe dyve, edhe ja dërkon këtina lajmet. A pesheni mi se dash kush na ka dhe heq. A pesheni mërë popullë e mi dash, kone këni votue. 20 vjetë. Ju votu se PDK-s. Unë s'kom këndë këgjër ju, mëse po zotën kom shumë shok të PDK-s. Familje kom PDK-s. A më njëtët me ditë bre? Njëtët me ditë bre kom për votoni bre? Apo juve që intereson fare, pse shkon Mitrovica, apo Qakore, apo një pjesë të pa marrë parasysh. Veç a është i Dragicës po, te votojnë sa vlem. A kom Kushëri? Po, a kom Xhanak? Po, te votoj se jam i është. Nuk shkojnë këto sarën kështu bre? Shteti është shtet. Shteti rëkmohet me Xhanaka, me vllazën e me Kushëri. E me ndjenja. Qa që punën për ty, qa që punën për Kosovë, qa të jepja votën Allah. S'po thëmë jepja kërkujna. Veç gjojnë njëri që punën për Kosovë, që në kontra atharë, që nuk e shetë tokën e vetë. Qikaq? E jetë gjona vetë kush është ai. Shkojnë amiq. Shtrituar Ramush Haradinaj, Të ngojnë Ramën. se si mund ta menaxhojmë opinionin pasi varri i sabolitiet nga ngelet andej. Si mund të menaxhojmë, sepse varri i stabilitimit jetë andej. Llogarit në miq të dashur.
Unë ju met pa tekst kërë ndëgjova, me të vërtet pish, unë ju met pa tekst kërë ndëgjova. Shkojna me që? Sa buletinit nuk është në Serbi. Këto janë kështu... Çfarë janë? Janë deklarata publike të Çfarë? Tiranës. Këto janë thash... Deklarata publike të Tiranës. Qërës farë pisi mi së dashër? Qërës farë një rëndi? Këto janë thot, thasha thema, shëty. Kër këtë popli i dim mi së dashër, së që dini jo, që që di jone, i din edhe këve trapazi. Edhe kje patari zedin. Që është ka rënë. Së është ka kalëzët vërtetën. Hashim Thaçi ka thonë me gojtë vetë. Po, e ka pranu. Une, kom pas idenë për me korrigju. Ku film, bile, theke këto nga ka falë Rankoviqi. Këtë pjesë. Kima trapazi, dele mbron, një ma trapaz tjetër. E që kjo është aje që theke e nga ka mush parlamentet që banesha. Por, kur pe përmenimi që të dashë, se ku shpikuas njere, kur pe përmeni që banesha, nuk është për me ofendu, se që banesha s'kanë kur që të bëj me ofendim. Vetëm që normal nuk janë të lezushëm, nuk janë shku në shkollë, se s'kanë pas kohë. Për këtë arsye, do me thonë, të padishëm. Për politik, kjo mish është ajo që unë e përdori që banesha. Jo në ka përdora zoja, ta në veç për sërës. Po për me spjegu ma mirë, mos më kesh kuptu mu. Edhe ata, kuptimin e ka që kjo. Që bana dhe që baneshat nuk kam pas varë me shkuti me të lezu libra, se u du me dalë me lape, me këqyre, me mjele, që apo dinë ku ta dyone. E që kjo është ajo asi, që dhe më dhonë, mos kesh kuptohëm. Ky matrapaz me dalë publikisht në televizionin e Shqipërisë, me thonë jo, këto e në konë, thashe thema, rralla dhe me thonë. Kjo është misë të dalë super kriminal. Ky rast që e bon ky është super kriminal. Tradhti kombëtare, total. Shkojna me që? Mund t'jetë të shëtejnë në Kosovë, por jo në këtë studi sepse... Bravo, Qimi. Në këtë videoin që... Bravo, Qimi. Dhe unë aty që është Adi Leka është intervistuar të rapër të punë dhe i ka pohuar. Dhe thoshte një herë në 30 vjetë a vjen këshanë. Ndërkohë që nuk e ka parta për gënështroj Hashim Thaçi në atë kohë aktiv. Një herë në 30 vjetë mishë të dashër, na vjen kësi rasti, mi kajtë nonën Kosovës. Kosovës, kë knela Kosovës, sa në atona Shqipnisë. A më mishë dhe ja kalzim, ma në fund, qëka i thot Albin Baba? Një natë me dëshirë vinë në Tiranë dhe bisedojnë vetëm për idenë e korrigjimit pas kur idenë. E ngo tash ma trapaz. Ngo ma trapaz tash mirë, se që ka tash me bo Edi Rama, Hashim Thaçi, Vučići. Ngo, patarica Hashim Thaçit. Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić e kanë dhjetë Emmanuel Macron prej Tirane dhe Prishtine e nga Beogradit të tre, kanë shku në Armeni për ta lutur në ndihmë ta ndajnë Kosovën. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Ha dil demantohet këto, o njeri smut. Ha dil demantohet këto që është ranë. Shkona. Tonë të shkanë që ndohet, po harën shpetne. Ne jemi popull që harën. Gota që a i theki kë që me mbron ti. Kë i brojës. Që ka i theki Vučićit. Problematic, guys. Oh. We try to do agreement. Ja. E partia tjetër PDK-ja është e tillë që presidenti i Serbisë thot we are not problematic, guys. Ja, not problematic guys. Tash, misë dashër, ti ka zim tina ma trapozit, tina mjekër të sopit, se u bo si kur të sap me atë mjekër, se që ka thot Albin Baba. Shkojnë e miqë. Këtyre zyrtarëve të korruptuar.
interesat korruptive fillojnë e piskasin Amerika. Rre aty. Ligjë nervoz. E di valloj. E ligji për shkurdhën, po s'kan koja mol. Mujnë me piskot fëtë. Edhe veç vënim se pështil shko. Me neve ka marrë fund ajo proga vogël vetimi mal, e për drejtësin e kemi betingun, prokurorinë Mua se na mbite. e korupcion dhe sidomos byroën për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar. Albin Baba, qita për konfiskim, a mush me largu pak burë se ta më në manë shafa, a monit koft. Largu e pak burë qëta, mëse bë ka që shtërgushëm. Ha? Ja mërë mëse heqis, le s'ka problem, let ma marë dhe mu s'ta gale, heq, veç vazhdo se mirë je. Ne dëshirojmë që të punojmë sa më shumë, por puna ka nevojë edhe për drejtësi. Pa tjetër. Neve ka marrë fund ajo proga vogël vetimi mal, por tash të gjithë ata që nuk mund ta shpjegojnë, arsyetojnë, çish e kanë bërë pasurinë, që nuk ju përputhen të ardhurat me pasurinë që kanë, duhet ta kthejnë në shtëra. Dhe këtu nuk ka kompromis. Edhe veç vënim se pështil s'ka. Mujnë me piskot fëtë. Mishë të dhoqër, problemi maj madhë i kësaj opozite e këti matrapozi është që kënjeri. Që kjër hasmi maj madhë i këtyne. Sepse kjo është i poqë, sikur që kjo gotë. Kurse ata tjertë, jonë zote hare boftë. Tu i njësë pe këti matrapozi këtu. Pe këti super kriminali këtu, që dollë edhe rranë ashiqare në televizion për popull. Mishë të dhoshër, Zotë i rujtë, mirë të gjoshëm në videos e tjera. Ju përshëndet Dangeli nga diaspora flet. Mirë pafshëm.